do të flasë më gjërësisht me kolegun Vudi Gjumshiti. Exit polli parë që del, vetëvendosja prin, PDK-ja e dyta, LDK-ja e treta, AK-ja me 5.3 dhe Nisma me 1.7. Si i sheh këto rezultatet e exit pollit? Në radhë parë, exit pollet që janë të organizuar nga mediat në Kosovë kanë dështuar vazhdimisht në parashikimet e mëhershme, sepse ka qenë të orkestruar një përpjekje për të realizuar një narrativ të konstruktuar e cila është përpjekur ta bindë qytetarën e Republikës Kosovës se ka një rezultat tjetër nga ai që është pritur. Në radhë të dytë, pritshmërit janë krejtësisht normale që lëvizja vendosje të jetë e para në këtë zgjedhje, sepse është një qeverisje e cila leadershipi e cilës ka qeverisur me duar të pastra në raport me zhvillimet e brendshme dhe buxhetin e Republikës Kosovës dhe është përpjekur ta luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar në vazhdimsi. Dhe sa i përket politikës së saj të jashtme, lëvizja vendosje dhe leadershipi i Republikës Kosovës në 5 vjeçarin e fundit të mandatit të saj të plot ka sfiduar të gjitha normat e entiteteve armiqësore jashtë Kosovës, të cilët janë përpjekur ta bindin Kosovën që të nënshtrohet vullnetit politik të agresionit të Serbisë. Qartë, Vudi, po çfarë ndodh? Edhe exit polli nuk na jep një fitore të qartë vetëvendosjes. Nuk është mbi 50%, nuk e formon dot qeverinë e vetme. Çfarë ndodh tani? Si që thash, exit pollet nuk janë kredibil, këto e kanë dëshmuar vazhdimisht, sepse janë të orkestruar nga entitete mediatike të organizuara, nga grupe kriminale të cilat qëndrojnë prapa për prapa krejt këtyre grupeve mediatike që janë përpjekur ta orkestrojnë një lloj narracioni se ky leadership i Republikës Kosovës është i dështuar, një narracion se ky leadership është duke kërcënuar interesin e Republikës Kosovës, që vazhdimisht është demantuar se nuk është e vërtetë. Vudi, ti si e sheh situatën? Sheh një fitues të qartë se çfarë ka ndodhur sot me votuesit në Kosovë, me aq sa ke takuar, me aq sa ke pyetur si ka qenë procesi i votimit? Do të kemi një votues të qartë? Me aq sa kam vëzhguar në terren, atmosfera e përgjithshme ka qenë pro leadershipit aktual të lëvizjes vetëvendosje, pra kryeministit Kurti, kryeministit në detyrë zotit Kurti dhe vazhdimisht pritshmëritë e njerëzve kanë qenë që do ta themeloj qeverinë me koalicionin e vet qeverisës me cili ka qenë deri më tash. Tani se si do të jenë rezultatet mbetet me u pa edhe më vonë, mbetet me u pa edhe në ditët në vijim. Dhe ajo që është e sigurt në sajt të gjithë vazhgimeve deri më tani është lëvizja vendosje mbasi do të qeverisë edhe një mandat të tretë. E kuptoj, po në qoftë se do të kemi, le të themi, një rezultat të ngjashëm me të shkurtit, lëviz 2-3% rritje apo zbritje, përsëritet e njëjta krizë edhe tek presidenti, zgjedhet presidenti pas pak muajsh. Nëse kemi një rezultat të tillë çfarë kemi pasur në muajin shkurt të zgjedhjeve të këtij viti, atëherë unë nuk kam shumë pesimizëm se partitë politike të cilat e kanë orkestruar vazhdimsinë e mbajtjes peng të konsolidimit të institucioneve të Republikës Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit, ato do të vazhdojnë me të njëjtin avaz. Pra, sepse këto parti politike, edhe pse i kanë ndryshuar figurat e imazheve të individëve brenda partive të tyre, ato nuk janë reformuar, nuk janë distancuar asnjëherë nga e kaluara e tyre kriminale, nuk janë larguar nga bashkëpunimi i tyre i ngushtë të financimi i entiteteve kriminale, nuk janë larguar nga entitete mediatike të cilat kanë orkestruar një narrativ pro agresionit të Serbisë në Kosovë dhe kundër besueshmërisë së qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Pra përderisa këto parti politike nuk reformohen rrënjësisht, jo vetëm me figura vizuale, por edhe me kuptim të plot përmbajtësor politik, atëherë ne nuk mund të shpresojmë se do të kemi një situatë ku nëse lëvizja vetëvendosje si parti në pushtet nuk do të mund ta fitojë shumicën e plot, sigurisht që do të kemi një situatë të ngjashme çfarë kemi parë në 10 muajt e fundit që ato vazhdimisht e kanë mbajtur në blokadë Kosovën duke mos lejuar konsolidimin dhe themelimin e institucioneve të Kosovës të dalën nga vota e lirë e qytetarit. Edhe antarët e listës serbe kanë folur e kanë cilësuar votim të qetë ditën e sotme për ta njohur qytetarin dhe me çfarë ndodh me serbët e Kosovës, si ka qenë votimi në ato zona dhe cilat janë pritshmëritë, sa deputet dalin dhe a mund të ketë ndonjë koalicion në të ardhmen.
Pakicët I kanë të siguruar numrin e deputetëve, sa I përket listës serbe është vërtetuar dhe dokumentuar se ata I kanë thyer ligjet e procesit zgjedhor, pra duke I ftuar elektoratin e tyre të bashkohen në radhë të parë përballë zyreve të partisë Lista Serbe, ku ata janë instruksionuar se si të votojnë dhe në mënyrë të organizuar dhe të përbashkët kanë mashtruar drejt vend votimeve, gjë që është treguesi I qartë se këta përveç se kanë kthyer ligjet e procesit elektoral të Republikës Kosovës, ata gjithashtu I kanë mbajtur shtrënimet, e kanë zbatuar një modalitet ku njerëzit të cilët kanë ardhur aty prezent në zyret e tyre janë legjitimuar, janë regjistruar me qëllim që të kërkohet llogaridhënie nëse ata kanë votuar apo jo për listën serbe. Pra kjo është një formë diktatoriale e llojit çfarë Beogradi e ka orkestruar dhe organizuar dhe unë mendoj që institucionet e Republikës Kosovës, të cilët duhet të merren me këtë çështje, duhet të kërkojnë llogaridhënie dhe të shohin për përgjigjen ndaj kësaj përrregullësie të procesit zgjedhor. Kurti e ka përjashtuar që të krijojë qeveri me listën serbe. Thua opozita mundet që të krijojë një qeveri me listën serbe apo edhe ata e përjashtojnë si faktor për të krijuar qeverinë? Kryeministri I tyre Zoti Kurti sigurisht që nuk do ta themelon dhe një qeverisje me listën serbe. Lista serbe është një parti e telekomanduar nga Beogradi, qëllimi të cilës është për ta nënshtruar Kosovën në kontrollin e Beogradit aq më tepër që ata kanë qenë të përfshirë në orkestrimin e një formacioni të armatosur ku përpoqen ta aneksonin veriun e Kosovës në shtator të vitit 2023, në të cilin operacion ata e vranë edhe policin Afrim Bunjaku. Ndërkohë që sa I përket pritshmërive se si do të reagojnë partitë opozitare, këto janë partitë opozitare të cilat për 20 vjet rresht sa kanë qenë në pushtet kanë fuqizuar një mekanizëm politik të Beogradit siç është Lista Serbe. Këta janë ato parti politike të cilat I kanë dhënë kontrata multimilionshë kompanive private të Milan Radojçi, I cili ishte një prej udhëheqësve kryesor të këtyre operacioneve të shtatorit të vitit 2023, kështu që nuk do të arbitër nëse këto parti politike do të donin të përpiqen të themelonin të krijonin një qeveri me listën serbe. Madje kemi edhe deklaratat e këtyre publike, siç është zonja Hikmete Bajrami, e cila thoshte që nuk e kishte problem Milan Radojçiçin, sa I kishte problem kryeministrin e detyrë zotin Kurti. Kjo është të ndalemi në një pikë tjetër. Ata I kanë çadrat. Përpara zgjedhjeve, Bedri Hamza I hoqi të gjitha vijat e kuqe në një intervistë që pati për mediat aty. Gjithashtu edhe kemi pasur më herët një koalicion të LDK-s me vetëvendosjen. Me kë e sheh më afër vetëvendosjen në këto zgjedhje nëse del partia e parë? Cilat janë mundësitë për të pasur një koalicion? Thënë të vërtetën, asnjë nga partitë opozitare nuk është e afërt me konceptin politik dhe ideologjinë politike të lëvizjes vetëvendosje. Ajo çfarë ne kemi parë nga zoti Hamza, I cili edhe megjithse ka deklaruar që nuk do të ketë vija të kuqe të mundësisë së hyrjes në një koalicion të përbashkës qeverisës me lëvizjen vetëvendosje, ne kemi vërtetuar që zoti Hamza ka filluar fushatën parazgjedhore me gënjeshtra, duke pretenduar se është fotografuar me zyrtar të lartë të shtëpisë bardhë, gjë që pas verifikimeve tona ne kemi gjetur se zyrtarët të cilët ai ka paraqitur në fotografitë e tija nuk kanë qenë asnjëherë në ndonjë post të shërbimeve publike lërë mod qeveritar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Më pastaj zoti Hamza I premtoi edhe rritje ekonomike të qytetarëve të Kosovës gjatë kësaj fushate në një projekt qeverisës duke e hequr tatimin mbi vlerën e shtuar. Ne nuk e dim se nga do t'i merrte ai zotëri ato të hyra për të bërë një rritje ekonomike të tillë. Qartë, po premtime zgjedhore që çdo subjekt ka bërë të vetat, Vudi, por të ndalemi pak tek Dëgjoj, po ne nuk mund t'i japim legjitimitet premtimeve zgjedhore të cilat janë verifikueshëm gënjeshtra. Dhe ky standard duhet të sfidohet dhe duhet të thirret publikisht para llogaridhënies. Arsyeën pse I përmenda detaje të tilla, përveç shumë detaje të tjera që ne kemi dëgjuar si redaksi, Zoti Gjumshiti, premtim zgjedhor për rrymën në Kosovë që në 2015 duke akuzuar Thaçin ka pasur dhe vetëvendosja. Ka sërish premtim. Pra po flasim për premtime zgjedhore. Por të ndalemi në një pikë tjetër, pra për të sqaruar për publikun disa çështje që janë më të prekshme. Duhet I përgjigjem këtij rasti për rastin e rrymës, dhe vetëvendosja ka sjellur ligjin për çmimet tavan, pra për t'i bllokuar ngritjen e çmimeve të produkteve elementare dhe me ta sjellur atë ligj dhe aprovuar në parlament,
Lidhja Demokratike e Kosovës e ka çuar atë ligjin e gjykatës kushtetuese për ta bllokuar, pra për ta pamundsuar që ta arrihet premtimi zgjedhor i lëvizjes vendosje ku ata kanë siç është edhe prishja e një kontrate më pas me një kompani të famshme. Vudi, janë çështje politike edhe premtime politike. Është dhe prishja e një kontrate me një kompani tjetër për shfrytëzimin e qymërgurit, është për çështje të ndryshme, por këto janë çështje politike të brendshme për të njoftuar edhe qytetarin që po na ndjek në këto momente. Si ka ndikuar lëvizja e fundit, kemi qenë së bashku për ta komentuar, lëvizja midis ish kreu të PDK-s dhe ardhjes Memli Krasniqit dhe ardhjes Bedri Hamzës vetëm pak javë përpara zgjedhjeve. Mendon se e ka ulur ritmin e PDK-s në këto zgjedhje apo e ka rritur? Si i sheh këto lëvizje që kanë ndodhur? Për t'i marrë pak në analizë njëri pas tjetrit, lideret që janë përballë Kurtit që është kryeministri në detyrë. E vetmja gjë që ndryshon nga zoti Hamza nga zoti Krasniqi është gjuha dhe narracioni që ata përdorin. Përtesa zoti Krasniqi ka pas një gjuhë krejtësisht armiqësore, të ulët dhe pa kualifikuar për diskursin e debatit publik, zoti Hamza ka një gjuhë më të qytetëruar. Por megjithatë, gjuha e qytetëruar e komunikimit të tij me publikun nuk e ka ndryshuar faktin që zoti Hamza ka dështuar të distancoj veten dhe partinë që ai e udhëheq nga e kaluara e saj kriminale, ka dështuar të distancoj partinë të cilën ai udhëheq nga entitetet kriminale të cilat vazhdimisht e kontrollojnë, nga entitetet të cilat janë të përfshirë edhe në vrasje politike dhe përpjekje për vrasje politike, siç është zoti Lushtaku nga Skënderaj, dhe grupacione të tjera dhe individ të tjerë që janë akter kryesor të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët përveç që kanë qenë të përfshirë në përpjekje të vrasjeve politike në periudhën e pas luftës të Kosovë, ata kanë qenë të përfshirë edhe në plaçkitjen sistematike të paras publike, si dhe në një orkestrim politik të instalimit të fuqisë së Serbisë brenda Kosovës. Domthonë, këto janë ndryshime thelbësore dhe reformime thelbësore që Partia Demokratike e Kosovës do duhet i deklaronte dhe të paktën ta distanconte veten nga kjo e kaluar e dyshimtë të jashtëzakonisht për të shqetësuar në mënyrë që të shihnim një shpresë se ne si qytetarët e Republikës Kosovës do të shihnim një pluralizëm politik cilësor në të cilin do të mund të besonim se do të mund të kishim një të ardhme më të mirë. Faktikisht zoti Hamza nuk e ka distancuar veten nga ato të kaluara dhe nuk ka ndonjë kredibilitet se Partia Demokratike e Kosovës do të ketë ndonjë ndryshim thelbësor. Të gjithë aktorët politik kanë folur për një krizë në horizont për zgjedhjen e presidentit. Janë këto zgjidhja e kësaj problematike? E zgjidhin krizën? Kjo është çështje që mbetet ta shohim. Nëse partia aktualisht në pushtet lëvizja vendosë do të mund të triumfojë me mbi 51% në këtë zgjedhje, atë sigurisht që edhe zgjidhja e presidentit të ardhshëm të Republikës Kosovës nuk do të jetë me problem. A mund të shohim lëvizje brenda vetëvendosjes, një të emëruar tjetër për kryeministër përveç Kurtit, pati një lëvizje më herët edhe me Glaukun kur ishte probleme me kuvendin. Mund të shohim diçka të tillë brenda vetëvendosjes? Nuk më përmend që do të ketë një lëvizje të tillë. Lëvizja e më pashme e zotit Kurti ishte manovrim politik, vetëm për t'ju bërë qefin partive opozitare të cilët vazhdimisht përpiqeshin ta arsyetonin mbajtjen peng të konsolidimit të institucioneve të Republikës Kosovës në emrin Albin Kurti, gjë që nuk ishte faktikisht zoti Kurti, çështja dhe zoti Kurti e bëri atë manovrim politik dhe e dokumentoi se në fakt nuk është zoti Kurti, por është përpjekja e asaj çfarë ne kemi identifikuar si redaksi arrinjve të fjetër të Serbisë për të mbrojtur interesat e Republikës Së Nëse këto zgjedhje nuk shkojnë në 51%, a mund të themi që Kurti përdor të njëjtin skenar sërish dhe mund të ofroj edhe zotin Konjufca si kandidat për apo dikë tjetër? Mundet që kjo të jetë një nga mënyrat që si thua t'i shtri dorën opozitës për zgjidhur krizën? Zoti Kurti e ka dëshmuar vazhdimisht që ka qenë i gatshëm dhe ka pasur vullnet politik të ndërtoj koalicione bashkëqeverisë me gjithë partitë opozitare. Madje edhe partinë Nisma nga zoti Limaj që ka qenë ndër partitë më të vogla, duke filluar nga ofertat e tij në drejtuar LDK-s, PDK-s, AK-s deri te Nisma. Dhe asnjëra prej tyre nuk kanë pranuar që për hir të Kosovës të konsolidojë institucionet e Republikës Kosovës dhe Kosova të vazhdojë me veprimet
vendimet e saja drejt shkëputjes përfundimtare nga kontrolli i Serbisë dhe drejt lufte dhe finalizimit të luftës së saj kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mirë po partitë opozitare nuk kanë treguar, kanë dëshmuar qartë se vullneti i tyre është që ose me një qeverisje e cila nuk do të luftonte entitetet kriminale dhe nuk do ta sfidonte Serbinë, ose ata do ta mbajnë peng nëse kanë fuqinë politike për ta mbajtur peng mos konsolidimin e institucioneve të Kosovës, gjë që kanë dëshmuar që për 10 muaj rresht e kanë mbajtur një besnikëri të tillë në sajt të interesave të grupeve kriminale, gjithashtu edhe interesave të Republikës së Serbisë. Dhe tani prandaj kemi një situatë ku erdhëm edhe në zgjedhje të dyta parlamentare brenda këtij vitit dhe të shohim se rezultatet cilat do të jenë. Vudi, faleminderit, të përshëndes. I lutem shumë, natën e mirë.